Ceremonia gjithë zhurmë për kalimin e Ibarit në Bruksel nga Edi Rama ishte në realitet një skenë tragjikomike, madje duket se edhe vetë kryeministri i Shqipërisë e kanë djerë thellë rrengun apo shqip, futjen që i kanë bërë liderët real të Bashkimit Evropian, përkatësisht kancelari gjerman dhe presidenti francez. Të mësuar prej vitesh me skenat e tij prej klounit cirku nëpër samite, ku ka tentuar të bëhet gazi i botës në mënyra nga më të ndryshmet, ata i kanë lënë një skenë të tillë në Bruksel me Marta Kos dhe përfaqësueset e presidencës Çipriote të BE-s. Përkatësisht dy personazhe me peshë politike afër zeros absolute, megjithatë, instruktuara me kujdes, ato e dinin skenën përmendësh dhe me cinizëm i dhanë Edi Ramës një mësim të mirë, duke i ofruar një darkë me pjatë bosh, siç ndodh me klounët në cirk, që përpiqen të argëtojnë fëmijët, ndërkohë që vetë janë të pushtuar nga dhimbja dhe frustrimi. Shqipëria e Edi Ramës ka kaluar thjesht një kapitull të një dokumenti teknik, i cili, edhe pse është pjesë e metodologjisë, nuk ka ndonjë peshë reale politike. Ndërkohë Emmanuel Macron ka pritur në pallatin Elize kryeministrin e Malit të Zi, si për të treguar se cili është vendi që do të hyrë realisht në BE, ndërsa Shqipërisë e Edi Ramës i kanë lënë Ibarin dhe Martën. Mirë se erdhe Milojko Spajić. Sot ne po forcojmë marrëdhëniet ndërmjet Malit të Zi dhe Francës në disa sektor strategjik, duke përfshirë ekonominë dhe transportin. Franca qëndron pranë popullit malazez për ta mbështetur në rrugën e integrimit evropian, shkroi Macron në mesazhin e tij në rrjetet sociale. Ndërkaq, kancelari gjerman Friedrich Merz i ka kërkuar presidencës së BE që disa vende kandidate si Shqipëria të vendosin në të njëjtën radhë me Ukrainën dhe Moldavin për integrimin në Bashkimin Evropian. Jo më kot, në konferencën e përbashkët për shtyp në Bruksel me Marta Kos, Edi Ramës ju bë pikërisht pyetja për propozimin e Merzit, kur në realitet nuk ishte përse të pyetej kryeministri i Shqipërisë për këtë çështje. Duket si një hakmarrje politike e fortë ndaj lëvizjeve pa bosh që Edi Rama bën prej kohësh, vetëm me vetëm për të shpëtuar veten nga një hetimi niveli të lartë. Ndërkaq, si për ta vërtetuar këtë, kancelari gjerman ka thënë që samiti i procesit të Berlinit, ku do të mblidhen krerë nga vende të mëdha të BE-s, plus Britania e Madhe, do zhvillohet në tetor në Cetinj të Malit të Zi. Ky është një tjetër sinjal i talljes që po bëhet me Edi Ramën, të cilit i kanë lënë Ibarin në dorë, dhe edhe kryeministri shqiptar pati të vetmin moment serioz në konferencën e shtypit në Bruksel, kur tha se ne nuk jemi aq të vegjël sa të mos merremi parasysh, dhe të mëdhenjt nuk janë aq të vetmjaftueshëm, por tani është vonë. Ajo fjali as nuk u dëgjua dhe as nuk u shënua nga askush, sepse prej vitesh, nga artisti kryeministër, janë mësuar të dëgjojnë vetëm karagjozllëqe për meme.